Kryebashkiaku i shkarkuar nga qeveria Rama, Erion Veliaj, do të kërkojë në gjykatën kushtetuese pezullim të dekretit presidentit Bajram Begaj për zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit. Sipas mediave, avokatët e Veliajt bëjnë me dije se ata nuk do dorëzojnë një kërkesë të re kushtetuese ku të kundërshtojnë dekretin e Begajt, por kërkesës së parë për shkarkimin do t'i bashkangjitet edhe një tjetër për sigurim pa dije. Mbrojtja e kryebashkiaku do të bazohet në nenin 45 të ligjit për gjykatën kushtetuese, i cili thotë se gjykata kryesisht ose me kërkesë të palës mund të pezullojë një akt kur vlerëson se zbatimi i tij mund të sjellë pasoja. Këshilli i Ministrave shkarkoi më 25 shtator nga detyra me kërkesë të Këshillit Bashkiak të Tiranës Erion Veliajin. 4 ditë më vonë, kryebashkiaku ankimoi në gjykatën kushtetuese vendimin e qeverisë. Bajram Begaj ka dekretuar datën 9 nëntor të këtij viti për zgjedhjet e pjesshme në 6 bashki të vendit përfshirë Tiranën. Begaj shpalli dekretin për zgjedhjet e pjesshme në Tiranë kur kushtetuesja ende nuk ka folur për Padim Veliaj. Fillimisht presidenti i Republikës sqaron se për vakancën në Tiranë ai shqyrtoi procedurën e ndjekur nga Këshilli Bashkiak i Tiranës dhe më pas nga kryeministria. Mëtej presidenti Begaj argumenton se Këshilli i Ministrave ka bazuar vendimin për shkarkimin nga detyrat kryebashkiakut në një dispozitë të veçantë ligjore, ligji për vetë qeverisjen vendore, pas mungesës 3 mujore në punë, e cila dallon sipas tij nga rasti i shkarkimit për shkeljet kushtetutës që referon neni 115 i saj.